Ndotja e ajrit vijon që të mbetet një shqetësim për qytetarët shqiptar. Sipas një studimi të realizuar në 6 qytete të vendit, cilësia e ajrit nuk është përmirësuar, por ka shfaqur një përkeqësim të lehtë, duke kaluar më shpesh mbi normat e lejuara. Cilësia e ajrit ka ardhur duke pak a shumë në të njëjtat nivele, po një progresion të lehtë ashpërsimi. Raporti është pjesë e programit Greenel, është një metodë, mund të themi metodologji alternative e matjes, e cila kupton thellësinë e problemit të cilësisë së ajrit. Eksperti i planifikimit të territorit dhe mjedisit, Imeldi Sokoli, thotë se problemi nuk është më i përqendruar vetëm në Tiranë, por po prek gjithnjë e më shumë edhe qytete të tjera. Ne studimin tonë përfshim në 6 qytete kryesore të Shqipërisë me 800 pika matjet, ku 300 pika matjet janë në qytetin e Tiranës dhe 500 tjera janë të shpërndara në 5 qytetet e tjera të Shqipërisë kryesore. Është Elbasani, është Fieri, është Durrësi, është Shkodra edhe Korça. Sipas ekspertit, rezultatet tregojnë se në shumicën e këtyre qyteteve, vlerat e ndotjes janë gjithnjë e më shpesh mbi kufijtë e lejuar. Mendoj që të gjitha me përjashtim më pak të Korçës, që është pak më mirë në krahasim me qytetet e tjera, po të gjithë qytetet më pas kanë specifikat e veta. Ky studim synon që të krijojë një panoramë më të qartë të cilësisë së ajrit në vend, në një kohë kur të dhënat e detajuara për ndotjen nuk janë gjithmonë të aksesueshme për publikun.